Sa jeni pasur, zoti Snopçe, sa pasuri keni deklaruar në Komisionin e Antikorrupsionit kur jeni zgjedhur deputet? Aq sa arrita unë të hulumtoj, pasuria juaj llogaritet në 530.000 euro, edhe pse është kuriozitet për shikuesit ta dëgjojnë, jeni deputeti i vetëm i cili keni deklaruar librat si pasuri. Nuk ma merr mendja që ka deputet tjetër i cili ka deklaruar libra, se këta me libra... Libra janë pasuri. Janë pasuri, po unë kam pas libra që... e këtyre që merren me politikë me libra takohen. Janë libra pasuri e madhe. Ose nuk i deklarojnë. Kam pas luksin... Kjo ishte ideja. Kam pas luksin personaliteteve të shquar Gostivarit, patjetër të them, kur kanë kërkuar një libër, unë kam çuar librin për një orë. Kam shku shtëpi, kam marrë, kam dhënë librin e shabit për ku e gjete këtë libër. Dakor, po sidoqoftë, s'ka lidhje. Pasuria është pasuri që kam trashëgimi, nuk është në emrin tim, ka qenë në emrin e babës të Nxerit, babait tim të Nxerit. Pas vdekjes së babait tim, unë me vllahun vendosëm që të transferojmë në emrin të nanës. Pra, e trashëgon nana ime. Nana ime është e gjallë, jeton bashkë me mua, por është në emrin e saj. Pra është pasuri e patundshme, faktikisht si thuhet, shtëpi, obor, ç'kjo është? Po kam në shtëpinë time jeton edhe vllau im, i cili tash për momentin nuk është në Gostivar, është si mërgjimtar. Pra vjen 2 herë në vit, edhe në gjatë vitit 3 edhe verës vjen. Banesa tjera. S'kam banesa asgjë. Shtëpiza. Asgjë, kam obor. Për male, në për. Jo, asgjë s'kam. Përveç librave shtrenjta. Vetura, kam 2 vetura, po ato vetura të dyja, veturat për 60.000 euro të dyja mund të shesin maksimum. Ma shumë para për veturave, se kam një Golf 5 të vitit 2006, të cilën edhe përdori për në Gostivar, dhe kam një Ford Kuga të vitit 2013. Pra, që këto janë pasuria ime të veturave. Po, i bie që kjo pasuri që e thash nuk është e juaja personale, sepse mos të him në hak i lirit ta shef emisionin dhe të mendoj që çdo pasuri që ka të bëjë me prindrit duhet të deklarosh. Jo, unë bëj shaka pak se i liri pastaj do mendoj se unë vetëm. Pra, me i lirin jemi me një shtëpi. Shtëpia, kjo është vlera e shtëpisë, nuk e kam dhënë në mënyrë paushale, por vlera e shtëpisë dhe oborit, që edhe obori përpara shtëpisë ka mundësi të ndërtohet.